Kalaja e Gjirokastrës. Gjirokastra, apo siç njihet ndryshe qyteti i Gurtë, është ndër qytetet më të bukura në jug të Shqipërisë. Me vlera të shumëfishta që ka ky vend muze, është pranuar ndër të parët qytete në UNESCO. E kur jemi te vlerat, themi se simboli kryesor i këtij qyteti është Kalaja. Kalaja e Gjirokastrës është e lidhur ngushtë me vetë qytetin. Ajo është e vendosur mbi një kodër pak të shkëputur nga mali i gjerë, e ngritur në një pikë vrojtuese rreth 370 metra mbi nivelin e detit. Krahasuar me kalat mesjetare të tjera të vendit, kjo kala është më e vogël nga sipërfaqja dhe ruhet në gjendje më të mirë. Gjerësia e saj është 75 metër dhe gjatësia 500 metër. Për të shtuar rezistencën mureve të kalas janë ngritur 5 kulla të fuqishme. Përgjatë viteve ajo ka pasur ndryshime dhe zgjerime. Rreth vitit 1490 u bën përmirësime të gjera nga Sultan Bayaziti II. Pastaj, në vitin 1811, Ali Pash Tepelena shtoi shumë elemente, duke përfshirë kullën e Sahatit në anën lindore. Po ashtu, përfundoi fortifikimin e zonës së Greminës dhe ndërtoi ujësjellsin e Sopotit, që sillte ujë në kala rreth 12 kilometra larg. Që në hyrjet kështjellës gjendet Galeria e Topave dhe një koleksion i armëve që janë mbledhur që nga lashtësia e deri në luftën e parë dhe të dytë botërore. E në fund të kësaj galerie gjendet dhe një tank italian. Pranë mureve, në pjesën ku qëndron aeroplani, shpaloset një peizazh mahnitës i të gjithë luginës së lumit Drino dhe maleve gjetk. Me gjithë vlerat që posedon, ajo është tejet atraktive për turistë nga mbar bota. Tash e një kohë, në Kalane Gjirokastrës, zhvillohet festivali madhështor folklorik kombëtar, ku çdo 4 vjet mblidhen këngëtarët më të shquar të vendit e këndojnë këngët tradicionale shqiptare.